nxito bjeri. Jemi vonë. Më vjen keq zotëri, por sipas analizave të bëra në portin e mbritjes, rezulton se partia e mallit prej 7.500 tonë që morëm me ju ishte nën kushtet kontratuale. Është e tepër tani t'ju shpjegoj përgjegjësinë që rëndon me mua si specialist dhe përfaqësues i firmës. Ne kemi bindje se partia e mallit që morët me anijen e parë më datë 20 maj 1970 i përgjigjet kushteve kontratuale. Analizat e mostrave që disponojmë të dyja palët tregojnë se ne kemi të drejtë. Jam në dieni të analizave të mostrave, por... E po atëherë, çfarë kërkoni? Ky ishte një rast i veçantë, zotëri. Anija e parë nuk përfaqëson tërë kontratën. Anijet e tjera që do të vinë, do t'i plotësojnë kushtet. Do të përmbushin edhe këtë boshllëk. Më vjen keq. Por e ndodhur përpara një fakti të tillë, nuk kam si të veproj ndryshe. Anija e dytë, e ankoruar në portin tuaj, do të niset bosh. Të ngërje Speranca. Timoni Djathtas. Timoni Djathtas. Gjithë Timoni Djathtas. I gjithë Timoni Djathtas. Do të haroj kur këtë qast. Shika gjë me madhe që na ndodhi. Gjëm do të thotë vëshkuja, të mërështuart. Partia në ka mësuar të mos hipemi para vështirësive. Ju përgëzoj. Shkatësin tuaj gjithnjë e kam admiruar. Megjithatë, nuk e mendoja se do të mbaronit punë kaq shpejt. S'është thjesht merita ime. E marr me mend. Por sidoqoftë. Sidoqoftë, kryesorja është që t'i gjunjëzoj. Kjo është dëshira e tyre. Të na godasin në pikën më nevralgjike. Dhe fatkeqësisht u krijuan vetë këtë mundësi. Analizat treguan se mostrat kanë patë përqindje që pretendonte përfaqësuesi i firmës huaj. Kontrata u prish. Minerali u bllokua. Ku ka ndodhur gabimi? Në ngarkimin e anijes? Në zgjedhjen e mostrave? Apo në përpunimin e tyre në laborator? Shok. Mbi secilin prej nesh rëndon një përgjegjësi e madhe. Dëmi që i shkaktuam ekonomisë tonë është i pallogaritshëm. Andaj se cili të shpret hapu. Ku mund të ndodhë gabimi? Apo faj? Mele? Fol, Milto. Mendimi që do të shpre është vetëm një supozim. Mbas edhe nxituar. Sidoqoftë unë do ta them. Gabimi mund të ketë ndodhur në mullirin 3 mm. Ti ke parasysh mullirin ku punon të shoqja Zana? Po. Ndofta Zana si e re në këto punë, ka ngatruar në mostrat që i përkisin një firme tjetër. Unë se kam bërë një gabim të tillë. Dhe nuk e di pse shoku Milto mendon ashtu. Them se gabimi yt është nga më të mundshmit.
por nuk ngull këm se ke për ti. Po ti Milto, e përjashton veten nga një mundësi e tillë? Shoku Faik, në rast se ke motive të tjera për të folur ashtu? Unë nuk kam asnjë motiv, vetëm se më vjen në rënd të akuzosh tjetrën pa fakte. Unë nuk e akuzova. Shpreha një mendim. Në rast se nuk është i drejtë? Nuk është as pak i drejtë. Dëgjon, as pak. Qetësi, shok, qetësi. Që të flas ashtu duhet ketë një farë baze. Bazë e kam. Atëherë thuaje. E mira do të qetë të fliste vetë Zana. Për të në lidhur me ato që shprehu Miltoa. Nuk e di çfarë kërkoni nga unë. Ndoshta ju duhet më kuptoni, shoku Çlirim. Megjithatë, po a them. Atë ditë, He Zana, ç'thot puna? Ja morën do pak dorën apo jo? po mundohem. Dëgjoj. Lugën mbahet gjithnjë në dorë. Po, Me të parë ndonjë copë minerali që mbetet në zgavë, shtyje me lugë që të mos bllokohet mulliri. Zana, lëre punën dhe shko shpejt ke dizhurni. pse? Të kërkon shoku jetës. Zana, ku shkon? Më kërkon shoku. Prej të fale nga unë. Kemal, mos më kërkoj një ushtar? Ushtar? Po. Kjo është e tërë. Me sa më kujtohet ngjarja. Dhe ti e mërzitur si qishe, nga të rove mostrat. Unë nuk e thash një gjë të tillë. Atere, pse ndodhi gabimi? Atë unë nuk e di. Mele, unë propozoj ta shtym mbledhjen për nesër. Përse? Për të patur kohë të mendohemi më mirë. E ndjej të nevojshme këte. Përpara se të shpreh mendimin, më duhet i verifikoj disa gjëra. Nuk jam dakord me mendimin e shokut Faik. Hekur i rjetë sa është një nxehtë. Në qoftë se nisemi me sentimentalizëm, Nuk është punë sentimentalizmi. Po çfarë është atëre? Përse nguron të vazhdojmë mbledhjen? Mos haro, se si drejtues kryesor që je, përgjegjësia rëndon mbi ty. E akuzove rënd inxhinier Faiku. Kishe arsye të forta për këtë? Arsye? Edhe kam. Dikush më tha se kohët e fundit nuk flet me inxhinier. Është e vërtet? Po, e vërtet është. Nuk ma thua dot. Përse? Përse? Është një ndodhi, si ta them, një ndodhi që ka mësuar të ashtë i vonë. Inxhinier Faiku Nuk në duhet më kryq. pse? Më në fund e kanë disa dhelprën. Me sa përqind? Aq sa mendoja. 20%. Më fal inxhinier. Kam konsiderat për provojën tënde. Por më duket se këtë radhë dhelpra ta ka hedhur. Për caktim vizual është. Pretendimi i tij vërtet që shumë i lartë, por edhe yti Unë mendoj se duhet kishe insistuar të paktën tek 17%. zgjodha një shifër mesatare, jo për kompromis, por sepse kjo ishte bindja ime. Kur mendoj tani për ato që ndodh, nuk di pse më shqetëson e puna analiza. I thua me përgjegjësi të gjitha këto. Po, mundet i përsërit në sytë Faik. E tillë
që e bindja ime. Megjithse në përcaktimin vizual nuk përjashtohet mundësia e gabimit. Po analizat e laboratorit, çfarë treguan? Jo atë përqindje që pretendonte Miltoja, por sidoqoftë, shoku sekretar, përcaktimi im ishte i gabuar. Shoku Faik, Oh, Zana, më falë së të vurar re. asgjë. Mendova mos kishe ndonjë arsye tjetër. Çfarë arsye? Po ja. Pas asaj që ndodhi me analizat, Ti nuk je fajtore për atë. si jam, por dikush shprehu dyshimin për mua. Edhe për mua. Do me thënë njëri nga ne të dy. Mbase edhe në një tret. Unë e kam ndërgjigjen e pastër. Po ta kisha bërë një gabim të tillë, kur nuk do ta kisha fshehur. Të besoj. Sa i qetë je. Linda! Më fal, Linda. Ke kohë që pret? Ti e din se në çore kishim lënë. Të kërkova ndjes. Më doli diçka e papritur. Ku do të shkojmë? Në kinema. Nuk mund të shtym. Pse? Ashtu e kam një arsye. Çfarë arsye? Këtu nuk të them dot. Shkojmë në një vend ku mund bisedojmë të qetë. Sigur desha të më thuash diçka. Asgjë. Artan, ti gjithnjë ke qenë i çiltër me mua. Thuam, çfarë të mundon? Linda. Nuk jam i qetë. Të ka ndodhur gjë? Në kantier është bërë një mbledhje e fortë, sepse përfaqësuesi i firmës së huaj prishi kontratën e mineralit. Edhe? Dikush akuzoi Timat. Papajin? Po pse? Si shkaktar i bllokimit mineralit. Keq qenë ka puna. Duhet të keni më tepër kujdes për analizat. Nuk mendoj se gabimi qëndron tek analizat. Po, ku atëherë? Kleçka duhet kërkuar në laboratorin ton të përpunimit të mostrave. Kjo u vërtetua? Jo. Por dikush hodhi mendimin se Zana ka gabuar. Ndërsa unë mendoj ndryshe. Si ndryshe? Që minerali të dilte me përqindje aq të ulët, duhet ketë diçka. Si pas te, çfarë mund të ketë ndodhur? Nuk përjashtohet mundësia që ndokush të ketë hedhur në mullin një grusht të dhe, apo një copë gur dhe analiza ndryshon krejt. Ke fakte për këta? E për të, vetëm një dyshim. Të rekeqja është se Petro i vuri një emër të rrezikshëm dollis. Ndërsa ty,
mund të mos ketë një gjë të tillë. Nëse çështja mbyllet se këtu kemi të bëjmë me një gabim të thjeshtë, cili do të kishë përfitim? Zana? Faiku? Apo ndonjë tret që fshihet pasijës së tyre? Nuk përjashtohet edhe një mundësi e tillë. Po. Ngjarjet pleksen. Ndaj s'duhet nxituar. Sidoqoftë sinjalizimin e Petros lidhur me veprimin e nxituar të inxhinier Faikut duhet ta kemi parasysh. Çfarë mendimi kishin shokët e kantierit? Kompromisin që inxhinieri kishte bërë me specialistin e huaj e dënonin, ndërsa për vetë inxhinierin kishin mendim të mirë. Po. Inxhinier Faiku ka ecur një jetë të tërë me ndëshmëri. Çta ke shtyrë të bëj një veprim të tillë? Ndofta sepse e tillë që bindje e inxhinierit. Po lidhur me dyshimin e Gjapetrës. Ç'mendon? Petro duhet të jetë i shtyrë nga dikush. Edhe ti qenë ke të njëjtit mendim? Patjetër. Ndryshe, përse do t'i interesoj Petroja para të ndodhi në kampin e migracionit? Çfarë ndodhi? Po jate, para te që na ndodhi në kamp nga fundi dhjetorit. E ke fjalën Për vrasjen e të ziu Dino. Dikush që i ka treguar ngjarjen Petros, ço që ka përshpëritur për ty. për mua? E çfarë i pas kanë përshpëritur? Sikur vrasja e Dinos ndodhi fill pas asaj kur kapiteni Meik të thirrri ty në zyrën e tij. Kjo është marrëzi. Për mua del garant një kampitor. Të paktën ti do të thuash të vërtetën. Patjetër. Megjithatë, mendoj se kjo punë do të hap telashe. Nuk e kuptoj. Çfarë telashesh? Përderisa problemi i bllokimit të mineralit mbetet i hapur, çështja mund të ndërlikohet. Kjo është shpifje. Unë nuk I lejoj askujt të marrë në përgojnë derin e Timeti. Kur më treguan ndodhin, ndjeva një pikëllim, një dhimbje të thellë që më therr në shpirt. I matë është I ndershëm. Ai s'do ta bënte kurrë një poshtërsi të tillë. Edhe unë, ashtu dua të jetë.
Artan. Ktheu tani. Po të shoqëroj edhe pak. Kot mundohesh. Ja tek është shtëpia. Si të duash. Do takohemi nesër? Do të mundohem të vi. Natën e mirë. Natën e mirë. Artan, përse ka vonë mërë birë? Ashtu më doli një punë. Hëngre darkë? S'ma hahet. Ose i gjë pa qethë? Ja. Po që ke atër? Azja. Si azja? Ti më duke shi shqetsuar. Takova Gjapetrën. Edhe? Biseduam gjëra gjatë. Mi tregoj gjitha. Dhe ti e besove? Jo. Në gjitha të diçka më mundon, baba. Qfar? Si është e mundur të të ven një damë këta tillë? Një e burë, të gjom një herë, pas taj gjykon. Baba jytë është i ndersh. Të paktën ti duhet kesh më shumë besim tek Faiku. Në qoftë se vërtetohen të gjitha ato sa pëshpëritën për atë, ti duhet i vesh një gurë zemrës. Të mohoj Artanin për sa shpifje të ndyra? Kjo s'ka për të ndodhur kur. Vajzë mbar, ti e re, dhe shumë gjëra ende nuk i kupton dot. Nuk është vetëm nga threse mineralit që më shqetëson. Thonë se Faiku mbart mbi shpinë një vrasje. Vrasje? Po, vrasje. Për këtë, s'ka mas më të voglin dyshim. Zana u largua nga laboratori, Gjoja se e kërkonte i fejuari. Them Gjoja, se më vonë u vërtetua që kjo ishe gënjeshtër. Kush të tha të lajmëroje Zanën? Nuk e kisha parë kur atë njeri. Po me sa më kujtohet, vinte si thatim dhe qalonte pak. Po si kur të bje rasti ta shohësh edhe njëherë. E një dot. Shpresoj se po. E tjeta, i jellë një sy recete, si keni këto ilaqe? Shojnë. Me përjashtim të heparo cerebrit, të gjitha të tjerat janë. Pa, mund të më bëni një kopje recete për të? Po si? Paguani faturën për ilaqet që do të merrni. Ndërkohë unë po ju bëj gati kopja recetën. Tre lekë e 80 qindarka. Më jepni 2 pak aspirinë, lutem. Një minutë, shok. Ju e shihni që po punoj. Më fal.
Urdhëroni. Ja fatura. Ja dhe kopja recete. Faleminderit. Ilaçe do t'i merrni pas gjysmore. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Alo? Farmacia nëmër 2. Po, këtu është. Shoku përgjegjës, ju kërkojnë telefon. Urdhëro. Qenë këti faik. Çfarë? Për një punë të ngutshme? Tani nuk mundem. Jam tepër i zënë. Si? Mirë. Takojmë mbas ditën, Lulishte. Jetë kërkova. E mora me mend. Megjithatë më mirë që nuk u takuam. Pse? Do t'ishim ngrindur qysh në përshëndetjen e parë. Kam frikë se do të grindemi edhe tashti. Kjo më varet nga ti. Ja të dy. Ti më dukesh e ftohtë. Ndofta ke dhe arsye. Filloj përsëri nga marrëzit? Nuk është marrëzi. Unë e di se çështja e babait ka filluar të të shqetësoj shumë. Për gjëra të tilla njeriu nuk mund të rri pa u shqetësuar. Linda. Më thuaj të drejtën. Edhe ti beson se Imat ka gisht në çështjen e mineralit? Përse nuk përgjigjesh? Beson apo nuk beson? Kam dëgjuar shumë gjëra për baban tënd. Janë trillime, Linda. Dëgjon. Janë trillime. Ti duhet më besosh. Imat është i ndershëm. Unë të besoj. Por kjo është pak. Të vërtetë nuk e përsaktojmë vetëm ne të dy. Më shqetëson ftohtësia e Lindës. Kështu si po ndërlikohen punët, as mua s'më lën ndërgjegja ti prish avenirin e saj. Nuk e kuptoj, përse duhet arrim në një përfundim të tillë. Po ja. Në situatën që jetojmë, si cila vajzë mundohet të gjej shokun e jetës, pas një cen. Aq më tepër të atij karakterit që... E keni fjallën për përshpëritjet lidhur me qëndrimin tim në kampin e emigracionit? Po t'ishte vetëm ajo, do mundohesha me aq sa di unë, t'i skeroja vetë gjërat. Po të paktën t'i shmbyllur problemi mineralit. Unë vetë kam insistuar që jetë mos mbyllet. Pse? Sepse në atë kohë, kisha bindjen e plot që mbrapa atij akti, fshihej dora e dikuj. Pse tani nuk e ke më atë bindje? Nuk them se jo, por kur ngulmojnë të gjithë, edhe lukundet njeriu. Të habit kuj qëndrimi inxhinierit ton. Në mbledhjen e parë, gati sa smohot në gry kur shpreha dyshimin për Zanën. Ndërsa në mbledhjen tjetër, e ngriti i pari dorën që ajo të mos punonte më në laborator. Drejt që e merr vesh. Veç kësaj pune do t'i dal flaga. Ç'flag? Përderisa u morën masa kundër saj, çështja konsiderohet e mbyllur. Në partinë tonë, asgjë nuk mbetet pa shoshitur. Po që se Zana është fajtore, hake ka edhe më tepër. Të them të drejtën, më vjen keq për të. Po t'i treguar e sinqert, as vetes nuk do t'i nxirrte gjithë ato telashe. Zana, si të preti? Jo dhe aq keq. Si ta kuptoj këtë? Po ja,
Më tha që po ta ke ndërgjegjen e pastër, të rije qetë. Po atëherë, përse mërzitesh? Po dallaçk. Nxitojmë tani se mi kanë treni. Për çdo të papritur më vër në dënim e një herë. Jo? Kur do të kthesh? Nuk e di. Vetëm një gjë është e sigurt. Me të kthyer nga ushtria, do të bëjmë dasmë. Ktheu tani. Po të shoqëroj gjë në vagon. Përqejsin e lutën. Alo, qale jam, qale. Ha, si qojnë punët? Isova. Po besoj se miku të të mbetet i kënaqur. Paskali ka qenë implikuar me Ballin. Pas çlirimit ka lëvizur nga njëra ndërmarrje në tjetrën. Tani ka përfunduar si normist në zonën e Ballshit. Ndofta kjo është edhe arsye e takimit të Herderit me Jorgon. Para largimit të tij nga Shqipëria, ai interesohet të marrë informata për zonat e reja të naftës. Jorgo pretendon se vuan nga një sëmundje nervore. U vizituan poliklinik. Po. Sëmundja që ka e justifikon mungesën e gjatë në punë. Vetëm një gjë më bën përshtypje. Jorgo ilaçet i merr në të njëjtën farmaci. Dhe pikërisht ruan rastin kur në banak është Niko. Atëherë duhet të interesohemi për biografinë e Nikos. Për mua vrasja e Dinos mbeti enigma. Po vjen një ditë dhe jeta i zbulon të vërtetën. Nga je, zot Rota? Nga fshatrat e Vlorës. Këto ka kjo e flamë mostrë pleqëri. Të le kujtesa. Së mora vesh. Ku e ke fjallën? Ke qënë ndoj njërë në fshatrat tona? Nga qëti e zot Rote? Nga poja, një fjerit. Për pojen e kam dëgjuar. Po vetë nuk kam qenë.
Pëhëdë Jorgo se na le tregimin për gjysmë. Si ndodhi vrasja e Dinos? Se Petro e ka pasur djalë, e shkuar djalit. Këto mi ka treguar Indjeri Telo, një bashkëtar im që ka qenë vetë në të kam të mallkuar. Ishin duke bërë mbledhjen e grupit të rezistencës. Me styre, ishe dhe Dino. Mungonte vetëm Fajiku. Ishte natë, jashtë gjemande, pinte shi. Kur befas, trokedera. Kush është? Hape, Gja Petro, hape! Jam unë Lena! Gja Petro, largoje nashën që këtej. Dhe shpisoj po vinë gjemanët dhe balisët. Mirë, vajzik. Gjermanët. Korba, djali. Leri fjallet. Bëj gati kapotën. Bie, qysh do të mecësh? Leri fjallet të thonë, pas të rëdhomën që kur të vinë ata të mos gjejnë as një gjurmë. Ne po dalim nga prapa. Biri, nanës. Ja tek ja. Feuer! Nasha! Nasha! Po pse s'flet më rbish? Është jati partizanit. Ereni! Traftarin tyrë. Të nesërmen, morëm vesh se i siu Dino kish vrar veten. Po. Ishte natë dhjetori. Ta shtim kujtojt mirë. Atë mbrëmje, erdi tek unë një shtektar dhe kërkoj bukë. Unë ndava kafshatën time dhe ja dhash. E fill pasaj, ndodhi vrasja e Timbiri. Një jetë të tërë jam mendur për të gjetur vrasin e Timbiri. Më kujtojt mirë fytyra e tradhtarit, me gjithë se kanë kaluar kaq e kohë. Kishte një plagë të thellë në mollsën e faqes. Tashti nuk kam as më të voglin dyshim. Vrasi Timbiri, je ti! Petro, që përni shtu? U që mende? Dermë se nuk do të dajmi mirë bashkë. Martan, nuk mundem më zi marrë frym. Duro dhe pak, sa t'jem në një vend për të strukur. Mërë gjaketën të pak të një lagur i tërë. Po s'ka gjehun lagur se lagur janë. Ama dush i bëma? Vetje pajtor. Se? Thash presim autobusin, kurse ti jo. Pujtja mërë të mendje se do të fillon dhe një rrevesh i tillë. Pastaj i kishim plot gjëra për të sqaruar. Nuk mund të nisesh në udhtim me zemër të ftyr. Legja edhe kjo ka romantikën e vet. Romantika yte mund të na lërë këtu deri në mëngjes.
Tani që u strokëm këtu, le të bjerë për desh tërnatën. Pse flet kështu Arta? Jam në shtëpi të botës. Kalova pushimet aty dhe nuk dua ta prish tani në fund. Burri i tezës. Të paktën sonte mos ma përmendat burrin e tezës. Udhëtimi që do të bëjmë është i largët. Dhe do t'ju ndërngjatë. Do të më marrë malli për ty. Lina. Pse është? Kujdes, është një grop përpara. E shoh. Për mos tjerë. Dikush po vjen. Arta. Çfarë? Se si më duk. Është gjallë, po nxitoj gjej një makinë. Ulolle? Jo, pse ndalova atyre? Kanë rënë gjystyqet. Mos. Duhen gjetur patjetër. Ndryshe mund rrezikojmë. U shkon? U çmande? Apo do vjesh vetë të duart atyre? Po edhe kështu rrezikojmë. Ndjeta mendin, mos bëj marsire. Ashtu fleti. Sepse edhe po ndodhe gjë sonte zotrot të jam bath. Nëse unë. Mjaft. Theu tani. Ti nuk më komandon dot. Dëgjon, nuk më komandon. I çmandur. Kush është? Babe, jam unë. Ti? Ç'kërkon në këtë orë? Kafen pasaj. Nxjerr shpejt motorin. Duhet më shpish u qenë për në patos. Tani? Po është shi. Rotat çkasin. Pastaj kam edhe një defekt. Lere shion dhe defektin. Ti e di se që një jetë kur nuk zbatohet urdhëri. Hajde, nxito. Mirë mbrëma. S'pas ke fjetur akoma? Si që shë jo. Ka ndodhur gjë? Asgjë.
aq më e vështirë në ashtu. Nga po vjen tani? Ke të drejtë. Ishim për kontroll shëndetësor në një fshat. Kur kalove ande, mos rastësisht i re për shkurt nga shinat e trenit. Nuk të kuptoj. Përse ma bën këtë pyetje? Sepse atje kishte ndodhur një vrasje. Çfarë? Vrasje apo aksident? Jo, vrasje. Dikush kishte goditur për vdekje Petrosanën. Gjapetron? Mos. Po përse? Atë duhet ta di shti më mirë. E përse unë? Po flet për qartë. Ti dyshon se... Unë nuk dyshoj, po kam bindet plot. Linda, si është e mundur të mendosh kështu për mua? Po t'ishte gjallë e ndjera do një... Mos e zërë në gojë, Gjoren Teze. Po t'kishte njohur ajo ashtu si njoha unë tani, nuk do t'kishe shkelur kur në këtë shtëpi. Linda, që jam do që thua? Unë... Ti e një vrasës. Linda! Linda! Do me thënë, ju nuk pranoni asnjë faj. Ju thash, zoti Hetus. Tërë jetën jam përpjekur të jem korrekt. Ç'lidhje keni me përfaqësuesin e firmës huaj? Asnjë lidhje. Njiheni me një turist të ardhur këtu me emrin Kurt Petzold, por që në fakt është Frank Herder. Jo. Mirë atëherë. Firmosni deponimin tuaj. Nuk lexoni dot pasyza? Jo. Provojeni. Mbase kanë një numër me ato tuajat. U gjendën pranë vendit të krimit. Çale jo deponoi se ishit grindur për to. Ha, zote Niko. Do të filloni deponimet nga e para? Apo dëshironi të ballafaqoheni me bashkëpunëtorë të tjerë? Jo. Se është nevoja. Do t'ua tregoj të gjitha. Tani s'kam asnjë kuptim t'ua fsheh. Gatja filloj. Të kaluarën tënde si agent i spionazhit huaj, para se të hyje në kampin e migracionit, ne e njohim me hollësi. Filloni nga sabotim. Disa ditë pas ardhjes së tij si turist në Shqipëri, zoti Herder u paraqit në farmaci me një recetë të shifruar, ku më udhëzonte se cilin duhet të takonja dhe çfarë duhet të kërkonja prej tij. U vonove. Zoti Niko, detyra që duan të më ngarkojnë është tepër e rëndë. Për mos tani e pamundur. Ju e dini si vigjilojnë këta. Po nuk rrezikoj se cili prej nesh nuk do t'i përmbysim dot kurrë. Sidoqoftë, unë nuk e jap dot fjalën. Fjalën e keni dhënë me kohë. Kur? Atëherë kur ishit jashtë shtetit, me studime. Atëherë unë është viktim. Viktim e pasioneve, e papjekurisë, e moshës. Në moshën tënde ishin edhe 10 studentë të tjerë. Por askush nuk u obligua për një punë të tillë. Zoti Niko. Djalosh, këtu nuk kemi ardhur për të rrufyer. Deri në mbrëmje, aksioni duhet të ketë përfunduar. Të nesërmen, në bashkëpunim me Jorgon, kur disëm largimin e Zanës nga puna. Fill pas kësaj,
organizova diçka që ishte domosdoshme për të kryer sabotimin. Djema, lëreni punë. Merrni kryqin, karrocat dhe lopatat dhe jeni të caktoj mostrat për anijen e dytë. Hajde, nxitoni. Të kishtë thënë Frank Herder përse u duhej ky sabotim? Sigurisht, ata nuk ishin thjesht interes tregtar. Qëllimi kryesor i tyre ishte të na diskreditonin në tregun ndërkombëtar, të na izolonin.